Në komunën e Ulqinit, shumë familje kanë ruajtur traditën e kultivimit të agrumeve, sidomos mandarinave, por për shumë prodhues ky pasion është kthyer në një sfidë të përditshme përballë tregut, mungesës së përkrahjes dhe kostove të larta. Njëri prej tyre, Rok Lul Gjuraj, njëherët edhe antar i kryesisë së shoqatës së agrumeve, ndan përvojën e tij shumë vjeçare si fermer dhe flet hapur për problemet që përballen plantazhet në këtë zonë. Unë vërtet qysh herën e parë që i punë e lez një këzici disa në 2-3 rancë për shtaj, keqë registrua, por baba nuk kam la, se tha këto kam lypen me kullot bacat e mija, delet. Morë kante, morë 2-3 vetë, morën, por unë i ktheva ofertën, por gjithnin me në kisha që do t'i mjellë e ditë. Dhe i mjellë një 2-3 vjetë ma vonë, kështu që kom fillu me një plantaž për 400 rancë, e kom shtua kapacitetin 2000 rancë, mas i vjetë e 2, gjithnin me mundësit e mija, dhe ashtu kom funksionua disa vjetë. Mendoj që jam i pasionuar edhe mas natyrë, se kjo më ka shty që ma dukni përpos gjelbrimit, përpos frytit, se diçka po baj mirë për vetën, normalisht për këtë shoqnin, se qyshe prallon ushqim, i edhe mira shoqnis. Tash ma vonë, kom mos e erdhen vllaznit, u karishtu me kry me misionin për kujt çka i tokon, i tokon vllaut. Me mjetë më i shfrytzuar një 10 vjetë, por unë nuk prita me i shfrytzuar 10 vjetë, i mbollat e mijat. Dhe tash si vjetë, sidomos kam në prodhim çkat të vllaut, janë 1700 rancë, dhe komplet një 8000 rancë mandarina. Për me të regoni pak sa vështirë është mirëmbajtja gjithë kësaj, don punë, don mund? Me siguri po. Në shtoj do në dhe herë ma tepër, sepse tokat e në randore, lypt lagun ma shumë. Kur lagët del barin jo ma shumë, do të me frezrat ma shumë, e kështu do të ka punë teknikisht e për cilë një anë tjetër, se toka që nuk lagën e frezrat, i ben me motokultivator, apo me traktor sa mësi, dhe e del ma rrallë bari. Por ka punë, por mendoj që është një lami profitabile. Të prodhosh 100 tonë për shembull, 150 tona sa mësi. Është edhe profitabile, megjithëse çmimet janë shumë të ulta, argjimet janë shumë të mëdha. Malizi nuk e ka bën një çka ka bën krat apo tjerë që me bë grumbullimin e pemëve dhe normalisht ai me garanto shitjen, si që bajnë kratë, për shumë, garanton shitjen e mandarinës. Kështu që është Malzijala, që në veri mollat kanë metë në për tokë, knena kanë metë atë. Për me zgjellë këto probleme janë disa çështje që me funksionua dhe me kanë të kënaqur, edhe prodhuesi, edhe shteti, se edhe shteti përfiton. Me nxjerr rrugë dalje prej Malizi, se çka unë Malizi, veç unë mund të ngjime mandarina. Apo është treg i vogël. Prandaj me dalë jashtë, ose ndoshta kish me vjet me pas për fat keq që s'kem, me pas në aparaturë e cila prodhon sok mandarinet, apo në veri sok mollash, e cilën të sufinancohet ose të nxitet edhe nga shteti, të gjinen partneri dikush që me thonë na të përkrahim, atë që bani i pardi, komuna me lanë lokacione e thonë ato, që me nëzit kapacitetin e prodhimit edhe të interesimit. Sepse unë e shof, ndoshta kom shko prej vetës, që ato pjesë tokës që i kom zanë me mandarina, unë e besoj që fëmija mi kanë me matë vetën, a e vlenë të shesin për ndërtim dikuj, a është profit një vjeqare ose një herësh, kurse prodhimi i mandarina është profit shumë vjeqare. Edhe të nxamë të marrën edhe një rrogë të pastër, kur t'isën argjimit, pra në rrogë që i merë, a i kite vje me mëno që nuk pse peshes tokën. Plus,
Shka të thotë, unë bile i herë në një tubim qytetar, kom thënë për dhenë që janë shtoj. Kish me vitë tërfishin, gati mi thënë ma i falë. Të në tana shteti sa kushtojnë hargjimet dhe mbaj dhenë, sepse aje shton pasonin turistik. Ati që do në thotë kur vjen një turist dhe shetë tana të plantaja mandarinash. Apo të shojnë 200-300 kokra dhenë, që nuk mund të i shojnë ma ato. Aja është një pasoni e cila, aja është një pasoni e valorizume në përmes turizmit. Për Rok Lulgjurajn, problemi nuk është vetëm në prodhim, por edhe në shpërndarje. A i kërkon një sistem funksional, magazinimi dhe tregtimi që të shmangët të rënja çmimeve në treg dhe të sigurohet fitimi drejt për prodhuesit. Janë disa gjanat të cilat kish me vijë popullor që me thënë dora më lanë, dhe këtu kide vijë për posë komuna dhe organizata turistike, me marë pjesë. Në tash për shembull kemi një problem atje me grumbullimin e mandarinës, i cili një person Kasem Asanović ka marrë një pjesë të mirë, obligime për me vjele, me shite një atjetën, kem fabrikën e cila citrus, shëqatën citrus, e cila një pjesë të madhe lahet për me asaj këllbi operatorit, por ne kem nevojë të madhe me pas edhe një komorë, ku për shembull që këto 3-4 ditë janë të mira, kanë llogaritë që të hanë bjen shi. Pse mos bën grumbullim 3 shtepera, 4 shtepera me kanë komorë, që ato ditë që të bjen shi me pas përsëri eksport, përsëri me pas shpërshitje. E jo në tash për shembull e thrasin atje ka thotë det hanën mujsha me ta baj turrës, të hanën s'kama. Prandaj plus jetë gjatësia, tjetër kishme pas efektin tjetër komora, sepse ka një grumbullim të prumë sot në treg. Shtin komorë 2 ditë, 3 ditë që mos me dalin në treg. Dhe tregu harmonizohet. Nuk bjen çmimi, se ramja çmimit në tregun e Podgoricës, aja ban ramin e çmimit edhe në edhe sasia më madhe. Sepse shumë prodhues, rreziku jonë është që prodhuesi shkon në treg. Nuk mundesh me kanë edhe prodhues edhe tregtar. Prodhuesi këtë vi me në shtëpi e tregtarit, sepse nëse e ka ble për shembull të nxam 40 cent që sa mandarinën ose 50 cent, ai nuk e ulën 40 cent, i kjo se ka ble 50, ose në kjo se 40 nuk e ulën 35. Dhe, si më thënë, edhe ai kushtohet prej çmimit që e ka marrë. Kështu, kur e ka prodhimin e vetë, në kjo se nuk ecë, për marrë shtëpi me krye punë tjera që i lipet nga, ai e ulën në çmim banal. Prandaj, unë gjithmonë jam kanë atë mendimin që le dahet prodhuesi prej tregtarit. Dhe prodhuesi mos dalë në treg në Podgoricë të nxamë. Le të jetë këtu në tregun lokal i cili nuk del në treg me ullë, se çka ndodh për shembull, atje ule çmimi, del voli, edhe këqyr çmimet në treg, edhe i thot këtina që e ka marrë, e merr marrë të kjo, thot, më falë, thot në çmimi 50 cent. Por mos harro 10 cent ban vjelja e një mandarinës. 10 cent për kilogram ban një vjelje mandarinës. Plus një arg ban 80 cent. E marrë 12 kg. 12 kilogram. Kështu që janë edhe hargjimet mira. Prandaj nuk mundet ma me mbijetua, dikura kanë 50 cent, dikura kanë 40 cent një arg dronit, ka punëtori për 20 evra në ditë. Dhe çmimi kaloi shumë pak përpara i mandarinës e çmimi i punëtorit. Çmimi i prodhimit, i kosto e prodhimit ka dalë shumë manal. Kështu që kjo se vazhdon këtë gjendje, unë nuk mendoj që është jetë gjatë. Edhe pse bujqësia mbetet një ndër shtyllat kryesore të ekonomisë në Ulqen, Lulgjuraj thotë se pa organizim të mirë dhe bashkëpunim me komunën, kjo deg nuk mund të zhvillohet. Mendoj që kem nevojë me ul me kryetarin e komunës, me shoqatën citrus, me në kjo se ka nevojë edhe tjerë, po kish me vjen me kanë primare shoqata se një 60% e prodhimit kalon nëpërmes shoqatës.
dhe me ullë me thënë qka mund në ma nej me bani plan edhe komuna me në propozu, edhe na me sugjerua gjana që mund të plotësohet ajo, sepse nuk ban, bujqësia është dega e dytë e Ulqinit, nuk është e treta, nuk janë artizanatet e dyta. Dega e dytë e Ulqinit është bujqësia, mas turizmit, është lamia e dyta bujqësia. Dhe mund të mërshmet, është edhe knajsi, se ku mas i merë me turizm, ka shumë turistë të thotë këto mirë, se del në tezë nga të e merë prodhim vendor. Është shumë më rëndësia, kanë banë për shumë që është sektor edhe i bujqësisë tanë. Mund të mërshmet, në rrugën e Shtojës, kanë kënja 40 e diçka shtante. Ka kënë katë me eliminohë. Unë plotësisht pajtohem me kontrollua ndërtimin e tyne. Me kënë mrena norme higjenike civilizuese. Por ka kënë katë, a di çdo më thënë, po prej në plasht malë, ose prej në fush të Ulqinit këto. Ashtë e pa mujtë të marë turistin pjatë të Ulqinit me ble 2 kg domate, ose 1 kg domate, ose 1 pjepën, për me dalë në plazh me shko me hangër me familje. Po nalet pranë rrugë se merë edhe shko në plazh. Roklul Gjuraj e shet armën e bujqësisë në Ulqin përmes bashkëpunimit dhe vizionit të përbashkët. Për të plantazhet nuk janë thjesht burim të ardhurash, por një trashëgimi që duhet të mbrojtur. Nëse institucionet vendase e shohin këtë sektor me seriozitet, agrumet e Ulqinit mund të kthehen në një simbol suksesi për gjithë rajonin, ka thënë antari i kryesisë së shoqatës së agrumeve, Roklul Gjuraj.